Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër, kudo që të ndodheni, paçi një ditë me realizime shumë të bukura. Nxënësit që sot kanë ftuar në studio janë tepër të veçantë. E them me plot gojë. Sepse ata janë fitues të kompeticioneve dhe garave, të cilat i rëndisin në vendet më të nderuara të tyre. Janë nxënës të shkollës 9 vjeçare ABC në Kilesha. Noeldi Hoxha, pjesëmarrës në konkursin e shkencës me punimin dhe projektin e tij ndikimi i mutacioneve gjenetike në formimin e proteinave të reja, natyrisht ka shkëlqyer dhe ka tërhequr vëmendjen, ndërsa Joel Golemi është fitues i medaljes së artë në not në kampionatin Neptune Cup të zhvilluar në Maqedoninë e Veriut me pjesëmarrjen e gjerë të fëmijëve nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Kosova e shumë vende. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Noeldi, të falenderoj shumë dhe urime, nuk është hera e parë që ti vjen në këtë studio, madje unë mbaj mend hapat tuaj, natyrisht më shumë i ndjen ti sepse në shumë konkurse që marrë pjesë, unë po përmend World Scholars Cup bashkë me dy miq tuaj, por edhe ASEF bashkë me një shoqen tënde të shkollës ku je renditur në vende të para dhe si vjet vjen për të na befasuar të gjithë. Urime. Faleminderit. Atëherë ka marrë pjesë në konkursin ASEF, i cili bëhet në Turgut Özal, shkolla fillore ose elementary në Tiranë. Unë kam marrë pjesë në këtë projekt në klasat e nënta aty dhe jam rendit me medalje bronzi. Befasim në atë ku ti ke hedhur vështrimin, urime të pafundme. Joeli, notari shkëlqyer zemër, po si ndjehesh ti? Jam ndjerë mbrapa gorës, jam ndjerë shumë i gëzuar që i kam fituar dhe jam rëndit në vend të parë me medalje ore. Bravo, ja, e ke vendosur. Kjo është medalja? Po këtë do ta mbash ti me siguri. E ke mbajt afër shtratit natën e parë kur ke fituar? Ja. Kështu e kam mojt në çonë se kisha frikë se të pamhupte. Asnjëherë nuk të humb. Ajo është një medalje artë që shënon në zemrën tënde dhe uroj që pas kësaj medalje të jenë edhe medalje të tjera. Kështu, sepse kështu kur është hapi i parë i mbar, vinë dhe të tjerët me shumë sukses. Po e dini ju që e keni nderuar veten, familjen, po dhe shkollën tuaj, sepse ata janë krenar të gjithë për arritjet tuaja, urimet më të mira. Noeldi, ke befasuar me një projekt që unë e quaj shkencor, e madje të thelluar, ndikimi i mutacioneve gjenetike në formimin e proteinave të reja. Çfarë do të thotë për ty, si të lindi ideja, dhe në radhë të parë për të gjithë ata që nuk i din disa gjana, s'është e thënë që ti din, shkenca është e pafund, çfarë janë mutacione gjenetike? Tani mutacione gjenetike janë mutacione të cilat ndryshojnë sekuencën e ADN-s, duke krijuar një protein ose diçka që ndikon në trupin e njerit në formë të re. Janë shndrime bazë të sekuencave të ADN-s. Po si të lindi ideja aty për të gërmuar këtu në këtë vend të pafund dhe të gjithkundëm? Tani ideja ime lindi edhe vetë, por lindi edhe duke kërkuar për ide të ndryshme të cilat mund të bëja një projekt për këtë konkurs. Ti je mësuar të marrësh pjesë në konkurse dhe siç duket të frymëzon shumë kjo pjesëmarrje. Ke një kënaqësi, ke pasion të veçantë për tani ka bërë pasion, por më shumë më pëlqen kur marr medalje, do të thënë.
ke koleksionuar disa medalje, Po. të shkon shumë ajo medalje, shumë e bukur, apo jo, po ke edhe të tjera, sepse më herët ke marrë pjesë, siç e thash edhe në fillim, në World Scholars Cup, Po. dhe së bashku me dy miq tuaj, Erola Mati dhe Engin Hoxha, dhe në ASEP vjet me Klerta Kukën, po si vjet i vetëm në fushën e betejës, apo jo? Po. Si pikrisht kjo tematikë si të tërhoqi? Tani tematika është vetë tërheqëse, kur e dëgjon, por gjithashtu edhe thjesht vetëm për të parë rreth kësaj tematike, t'jep frymëzim ose t'jep ide kurreshtje për me kriju ide të reja rreth kësaj tematike. Kam përshtypjen, mbas edhe nuk kam informacionin e duhur, po kjo i kalon përtej limiteve të moshës tënde, ti je në klasën e 9 dhe në shkollë keni tema të tilla? Në shkollë nuk kemi tema të tilla deri tani, por se dia mund të kemi. Po si ushtyrni ti drejt kësaj tematike? Tani unë kam marrë pjesë në një projekt të ADN-s, që ka në klasë 7, të cilë ka marrë medaljet të argjend, ishte se si të nxjerrim nga çepa ADN e saj. Tani këtë vit mora pjesë me këtë projekt. Pra, ajo pjesa e ADN-s që ka të bëj me një informacion të jashtëzakonshëm gjenetik, ty ka qëndruar brenda teje. Po. Dhe nuk e ke lëshuar, po përkundrazi gjatë kësaj periudhe çfarë ke kërkuar, si ke kërkuar për? Tani kam kërkuar shumë për të realizuar kodit, cilit ishte ideja kryesore e këtij projekti. Kodi? Po. Ka bërë kod i cili ka 3 etapa. Etapën e vendosjes të një bazës e ADN-s në mënyrë të rastësishme. Zhdukin e saj në mënyrë të rastësishme, por edhe ndryshimin e ADN-s në fund në mënyrë të rastësishme. Sa gjana të rastësishme ndodhin, por që shënojnë nga njëherë shumë gjana të rëndësishme, apo jo? Po, ku mbështete, si mund të realizoje një diçka të tillë, të cilin ndoshta mosha, formimi shkollor deri tani nuk ta favorizonin. Ti patjetër që ke hulumtuar, çfarë sheh në celularin tënd? Më shumë, çfarë kërkimesh ke? Tani në celularin tim shoh më shumë gjëra për interesin tim, u do të shkencë ose thjesht shfaqje, komedi e kështu. Po? Pastaj për pjesën e përkrahjes ka qenë shkolla dhe prindërit e mi. Mund të më përveç se të lindi një ide e tillë, e cila kishte në bazë ADN-n, si e zhvillove, me kë konsultove, kush të mbështeti? Tani për kodin më shumë më mbështeti babai im, i cili ka filluar duke mësuar programim. Më ka ndihmuar pak me kodin. Je duke mësuar dhe programim? Po. Po? Algoritmet? Edhe babai im ka një ori në programim, edhe më ka ndihmuar. Pastaj edhe shkolla për disa makete që mi ka lanë prej laboratorit saj. Edhe gjithashtu babai më ka regjistruar në këtë konkurs. Po ti sa ke punuar, sa kohë ke punuar për ta zhvilluar projektin? Tani zhvillimi i kodit ka qenë rreth 3-4 ditë. Qesh me entuziazm, natyrisht, por edhe e befasume. Tani printerat, broshurat, prezantimi, ka marrë fije shumë. Rreth paga shumë i javë. Bravo, shumë bukur. Po kur i the ti mësueses, kush është mësuesja jote në shkollë? Mësuesja e biologjisë është Zysh Viola. Zysh Viola, të përshëndesim. E cila më ka lënë një përkrahje. Edhe gjithashtu me ka ndihmuar për një fije për të kuptuar më shumë rreth ADN-s.
Edhe kaq. Ndërsa prindrit tuaj çfarë formimit kanë, çfarë punojnë? Prindrit e mi, babai im punon si në online, punon merret me krijim ushtrime matematike, fizike, varet për ndonjë test kombëtar ose ndërkombëtar. Por edhe me punë për shembull për inteligjencë artificiale, studimet e saj e tjerë. Kurse mama e ime nuk punon asgjë, thjesht merret me mua dhe vllajin tim. Po ka? Po kam mbaruar për matematikë dhe fizikë. Që do të thotë ju në shtëpi bëni shumë shkencë. Ashtë kështu apo jo, interesoheni? Natyrisht sepse kërkesat bazike të familjes janë parësore, po më pas keni interes të veçantë. Kur ju them miqve tuaj më të afërt, prindërve dhe mësuesës që unë po studioj në këtë tematik, në këtë ecuri, çfarë thanë ata, si reaguan? Tani unë këtë ide kam treguar së pari babit tim, dhe me thonë, a është ide që vlen apo jo? A vlen mor bab? Edhe ka thënë po, ose ka fillu duke punuar për projektin. Bravo, të lumtur. Çfarë proteinash të reja mund të ndikohen nga ndryshimet gjenetike? Tani sipas kodit, proteinat, të cilat quhen ndryshe aminoacide, të cilat krijohen në rreth përkthimit dhe transkribit të ADN-s. Ato nuk kanë një numër të saktuar, por thjesht ndryshojnë vende ose ndryshojnë shkronja. Edhe tregojnë që kjo sekuencë ka ndryshuar. Ata që po më ndjekin në këto momente, ose që do të na ndjekin më vonë, po ju them që kemi të bëjmë me një shkencëtar që ndonë se është i vogël në mosh, por shumë shpejt, edhe tani, do t'ja ndjejmë zërin, apo jo, të vëroj gjithmonë e curit të mbara. Po mirë, si e prezentove programin projektin tënd? Tani, në ASEF është si rregull që ti duhet t'je prezentosh projektin trajurive, të cilat mund të vinë një afat kohor dhe të themi 2 orësh. Ti duhet të jesh gati me broshura në anglisht. Po, në anglisht duhet të prezentohet ky projekt, por ti duhet të jesh gati me broshura, poster, libra që dokumentojnë këtë projekt, do të thotë si ti dokumentesh, edhe prezantimi jot kryesor të cilës do t'i thuash atyre në anglisht. Si u ndjeve gjatë këtij prezantimi? Tani gjithmonë gjatë prezentimit ndihesh i stresuar, por në fund ndihesh mirë, do të thotë që e kryve këtë punë. Ai gati për medaljen në fund. Bravo. U ndjeve shumë mirë, besoj. Po. Mirë, të kam mbetur përsëri një pas këtij projekti ke vendosur presje apo pik? Halo se kam saktu, ma shumë pik. Nuk do merresh më me ADN-n? Pas asaj të qepës e më pasë në zhvillimin e mutacioneve, ndikimin e tyre? Tani vitin tjetër do do marr pjesë, më shumë do marr pjesë, por se di se cilën tem do të bëj. Bravo. Natyrisht do të shkosh në një gjimnaz, apo do të fluturosh, do të marrësh avionin dhe do nisesh në një shkollë ndërkombëtare? Në gjimnaz këtu në Shkodër. Shumë suksese të uroj, besoj se je një nxënës i jashtëzakonshëm. Unë dua të pyes se si shkon me mësimet e tjera, apo përgjigjen pothuajse e kam në mangë, apo jo? Po, me mësimet tjera jam mirë, taralleta, thash se ka një problem. Bravo, si studion ti? Tani studimi është më shumë çfarë marr në klasë, edhe shpjegimit të mësuesës, por gjithashtu mësoj edhe në shtëpi, por nuk është i gjatë sepse kuptoj mësimin që në klasë. Bravo. Gjithë këtë bisedë na e ndoqi dhe kampioni. Po. Kampioni medaljes së artë. Po sa e bukur që nga kjo medalje. Neptun Cup. Në sa metra? 50 metër, stili i lirë. Joel Golemi, 50 metër stili i lirë mes
shumë garuesve, sa vetë ishin aty? 90. Dhe ti doli I pari. Po kur shkova aty te starti, çfarë mendove? Mendova për shembull kështu se nuk isha si më doli pari, se për shembull je I katërt, tipo I kam dhënë ton forcën që mu isha. I ke bën tal forcën, bravo. Edhe jam ushqyer shumë mirë. Je ushqyer shumë mirë. Me ushqime të shëndetshme. Çfarë janë ushqimet e shëndetshme? Kam çdo mëngjes hëngra, për shembull një banane, edhe në mëngjes hëngra bukë me vë, edhe në drek hëngra për shembull makarona me mish, file të pule. E shikon se sa shumë kush kujdeset për ty për këtë dietën tënde? Për shembull, aty kishim marrë një shtëpi që një shtëpi si një tip hoteli, edhe mama e një antare sa me një shoqe sa me në Korçi, është Viki Trafuku, na bëshin për shembull mish file të pule. Shiko, gjaja më e kënaqshme, më e bukur është kujdesi prindërve. Unë besoj se prindrit tuaj kujdesen shumë për ty. Jo vetëm kur ke garë, por gjatë gjithë kohës. Apo jo? Sepse ti je I prindërve, apo jo more? Bravo. Mirë, ti shkove në garë dhe nuk e mendoje se do të fitoje, por mendoje që ti jepje sa më fort. Këtu qëndron ai Chelsea I suksesit tënd, apo ke edhe ndonjë marifet që ma thua mu këtë të veshjes në ndëgjon kurkush? Çfarë stilit, si, do më thënë, në stili lirë, çfarë mjeshtrie të keti, atë frymarrjen kur bën lëvizjet e krave apo të këmbëve, sepse duhet të mos bësh faulla, të mos bësh gabime, si ishte kjo? Në kro për shembull në fillim të garës kur është nga u hella nga starti, nuk mërsha frym hiç edhe jepta durve sot mundem edhe këmbëve. Në kur për shembull nuk mu isha me marr frym, mërsha frym. Për shembull nga një herë, për shembull jopsha 5 herë krave edhe mërsha vetëm një frymarrje. Mëndaj kur bëna kthesen, aja forca që meti nga 25 që pari ka mëllon ton forcën mëndaj na. Bravo! Po çfarë ndjeve kur kape atë I pari finishin? Unë e prejka, po është për shembull ose dole I pari, I dyti, I treti, I katërti, po pava që dole I pari edhe u gëzova shumë. Ua, po I le prapa I fija ata të tjerët. Bravo. Ti gjithmonë deli pari edhe në mësime, edhe në... Po, edhe në mësime marrë për shembull dhejta. Bravo, shumë bukur. Po prej sa kohësh qëndrojmë për sërit e gara, kur u thirr emri yt, fituesi I vendit të parë është Joel Golemi. Çfarë ndjeve? Ndjeva shumë gëzim, po unë nuk e disha për shembull ose ndosha të marr medalje, se edhe një herë në një garë që kam kanë Durrës, kam doli treti që është për të marrë medalje, po s'na ka thënë se duhesh për të dalë në kategori për moshën jote I pari. Pa bakun më të mirë, po. Nuk ka rëndësi për shembull gara, për shembull delti I treti, po nuk kemi marrë medalje, është rëndësi sa ke kohën. Ti e mbrit edhe kohën. Po. Ti doli edhe I pari dhe kjo medalje e artë shënon një pikë të rëndësishme të ecurisë tënde si notar. I kishe prindërit aty apo I telefonove me njëherë? Për shembull ditën e parë kur bën atë garën 50 ishin, por premten kështu që s'bo me gara, bo me stërvitje për më përgatit për shtunë edhe dilen që. Ju udhëtuat në Maqedoninë e Veriut, si tu dukej vend dhe shumë I bukur. Shumë I bukur. E pave edhe si ekskursion kështu, përveç se kishe emocione. Ti je në ekipin e fëmijëve të drejtuar nga trajneri I mirë njohur Kol Shiroka, të cilin e përshëndesim dhe që ka arritur shumë suksese me skuadrat e tij të notit. Çkur e ke nisur Qysh në qershor. sportin e notit? Qysh në qershor. Më pak se një vit? Po, më pak.
Po mirë, si ishte dëshira jote apo e prindërve që të shkoje tek ky E sport? prindërve. Nuk kishe ti dëshirë? Jo, për shembull, një shoku im për shembull në klasë kishte marrë këtë notën, edhe i thash mamit e babait a mund të hi në këtë sport në natë, edhe më thonën po, unë hina për dëshirë me po për shembull nuk mendoj se do isha të rri për shembull një vit ose më pak, për shembull ja 2 muaj edhe do të iksha, po më bë shumë pasin sa thosha vedit që të rri edhe më shumë në stërvitje. Ja, pra që pas ka qenë edhe dëshira jote, prindrit kanë qenë gati si gjithmonë për t'ja plotësu dëshirën djalit, dhe djali nuk e pati në mend se sa do rri, por çdo ditë më shumë pasioni u shtua dhe tani të pëlqen shumë. Bravo. Po si stërvitesh? Për shembull, në fillim të stërvitjes bën për shembull 200 metra stili lirë lehtë. Mandej 204 në temë si është për shembull në 50 që është delfi, shpin, Bert Koska dhe stili lirë. Mandej pastaj bëjmë për shembull çat në thonë profja tjetër, me topa për shembull kështu i jep këmbëve fort, nëse bëjmë 50 që 75 ai 100 që 150 që, mandej pastaj bëjmë topën që i vën në këmbëve dhe i jep durve, mandej pastaj për shembull bëjmë gara që është seti kryesor. Bëjmë për shembull 50, 150, 100 e tjerë. Ti je vetëm 9 vjeç dhe je kampion ose medalist i ardh. Besoj se si e mendon vetën tash ti, nga ideali i lëkundur të shkoj apo të mos shkoj. Sa do rri 2 muaj apo 3? Ti tash ti? Do të rri deri sa të bëhem një notar shumë i mirë. Derisa të bëhesh burr i madh? Po. Deri sa më çojnë më për me bagara, se jam shumë i rritur. Po ti prap e ke atë emrin kampion aty, apo jo? Mirë, cili nga stilet të pëlqen më shumë? Delfini dhe stili lirë. Edhe stili lirë. Këtë stilin lirë nuk e lëshon dot të më. Sepse ky të ka dhënë atë fitoren dhe të ka dhënë emrin kampion. Sa kohë stërvitesh çdo ditë apo sa herë në javë? Unë stërvitem 6 herë në javë, 6 herë në javë, edhe për shembull ne bëjmë 2 orë stërvitje. Tash ti kur vjen nga shkolla i ke mendjen të stërvitja apo të shohë herë se çfarë detyrash më kanë dhënë mësuese? Me po herë detyra mandej për shembull, mandej po e për stërvitjen. Mirë, po me mësime? Mësime, për shembull i bëj në 3 gjysë edhe për shkollës vinë një gjysë. Për shembull ato 2 orë që kam, për shembull shoh televizor, shoh për shembull për një njotar që është Michael Phelps, edhe shoh duke bërë gola. Si kishte emrin ky? Michael Phelps. Michael Phelps. Është një njotar kampion bote që ka në Amerikë. Të ka frymëzua? Po, shumë. Ke qef ti ngjash? Prandaj shkon me qef në stërvitje. Po, shumë. Po tash ti prindrit nga ajo që në fillim të quan me gjithë dëshirën, tash si ndjehen ata për ty? Shumë të lumtur që kanë fituar medaljen. Bravo. Ti këtë medaljen e more nga çanta, e çove në shtëpi, nuk të ra askund, nuk e humbe. Ka marrë dorë ton rrugën që i prej atë. E ke majt në dorë, te ke dora këtu. Bravo. Të lumt. Po mirë, po besoj se kjo garë, kjo medalje ty të ka frymëzuar që të stërvitesh më shumë dëshirë. Si të pritën në shkollë? Për shembull ditën e parë isha kena dhe disa foto regjia, Joeli mes nxënësve, ditën e parë? Për shembull ditën e parë kur rrita në shkollë isha shumë për shembull shumë i lodhur nga gara që kisha bërë dhe harrova për ta marrë medaljen në të honën, por pas në të martën, ditën tjetër e morë medaljen edhe me tonë shok më mirë pritën shumë mirë. Ja, ku janë shokët tuaj? A ti përshëndesim? Po si ka emri mësuesja juaj? Mësuesja Ela.
Mësuese Ela. Ela? Po. Po këto fëmijët si kanë emrat këto? Shamo, shoku jem më i ngushtë është Evan Bushati, që e kam pas qysht në klasë parë. Po këto fëmijët të tjerë janë në sporte apo në Për shamo, rrethët të tjera? më shumë në futbollin pikturë. Futbollin, piktur. Ti tash ti futbollin e ke lënë pak apo? Ja, se kam bo hiq vetëm për sham, ne luajm vetëm në orën e fiskulturës, se mos më pëlqen për të luajtur shumë, po s'kam çfarë të bëllë luaj me shokët. Ti e ke mendjen të noti? Po shumë. Bravo. Njëri shkencëtar, tjetri notar. Që do të thotë shkolla juaj krenohet për shumë fëmijë, po aty që ju keni dhënë medalje në këto momente jeni ju. Mendoni që të fitoni të tjera gara, të Shumë, Cilat janë disa nga aktivitetet e afërta që ju keni? Si, Për shembull, në një kampionat, në një garë, keni? Unë kam olimpiadat shtetërore që zakonisht bëjmë vetëm për klasat e 9-ta. Aha. Dhe si po përgatitesh Noeldi? Po përgatitem shumë, por tani datat vinë kështu pa pritmas. Vinë pa pritmas. Po ti je gjithmonë gati. Bravo. Ndjes. Unë për shembull në garat I kemi për shembull me 12-13 për garat e Po ja tjera. pra, pas keni shumë, po servitesh shumë për të... Po shumë. Bravo. Ky është një motor I bukur. Ky është një motivim jashtëzakonshëm. Këto janë arritje të mrekullueshme, të cilat qëndrojnë në themelin e këtyre nxënësve. Ndjes. Është kohë virozash. Por që besoj janë në ecurinë e ndritshme të fëmirisë të tyre, me të gjitha mbështetjet, ndikimet, frymëzimet, arritjet dhe medaljet e tyre. Unë ju uroj vetëm suksese. Ju falenderoj shumë që kemi të tilla informacione, të tillë fëmijë që nderojnë, të tillë ecuri, të tillë kapacitete. Suksese. Faleminderit.